Tani Beku ju e pat këto pamje. Në çfarë kuptoni këtu? Ne arrim të kuptojmë atë që diskutuam më parë që shteti është sofistikuar në teknologji, në njerëz, në mjete, dikur nuk kemi qenë në mundësi të tilla, biles kur kemi konstatuar se si punonin të tjerët, kemi padur një farë çudie, habie edhe kënaqësi dhe kemi pyetur pse ne nuk kishim mundësi që të punonim, jo se nuk është punuar më parë kështu, para viteve 90, por sistemi u prish më pas dhe policia pati vështirësitë e veta. Kështu ne shikojmë që përdoren metoda moderne, përdoren droni, përdoren ky është momenti kur e kap me dron. Teknikat, përdoren, kemi ekspert, për shembull këto treguesit me shigjeta që cilësojnë. Tregojnë që punë e policisë po rritet, ekspertët, kemi një cilësi, gjërat po ecin, pak. Okej, gjërat po ecin, po pavarësisht provueshmërisë, dukshmërisë, sepse aty nuk duket gjithë se çfarë japin ata të veprim mund ta bëjmë edhe ne, mund të japun diçka ti në dorë, mund të jap një telefon. Kam përshtypjen që ata do jenë arrestuar në flagrancë dhe mund të kenë kapur si provë materiale, ndoshta. Jo, kam përshtypjen që ata do jenë bërmbledhje të simuluara dhe do jenë përdorur agent ose individ të simuluar, të cilët kanë qenë të pajisur edhe me teknikë operative me vete të shoqëruar në distancë edhe me pamje filmike, dhe është që të krijohet bindja në ato komunikim që çfarë është zënë, çfarë është marrë. Pastaj si rezultat shikojmë që janë kapur edhe disa sende të ndryshme e personave, por që këto i mbeten hetimit për të vërtetuar se çfarë janë realisht dhe këto persona a janë ata problematika sot, pra a janë këta që supozohet që kanë kryer këto krimi rrezikshëm. Tani një gjë do të krimi rrugës. Një gjë duhet kuptojmë. Këtu janë 33 masa sigurie dhe janë kapur 1 kg, 1.9, gati 2 kg kokainë, po themi, dhe 500 gram heroin, 2 pistoleta, 6 automjete. Okej, se celularët tash 6 automjete këto i fusin kot këtu se sigurisht automjete dhe celular do kenë. Por i fusin për provë materiale, nuk po ju pse bisedë. Po jo, 2 kg dhe mund të jenë kokainë sepse lidhen me çfarë, ndonjëri fusin edhe kot si shteti, po mund të jenë edhe plot. Tani në 24 të arrestuar ka sekuestruar 9 celularë, është okay, është procedurë normale, 2 nga 2 telefona, okay. Jo, e kam ke esenci, nuk e kam. 24 të arrestuar me 6 telefona celulari i bie më pak. Jo, janë 26 automjete. 6 automjete. 6 automjete, tani. Sepse shumica e tyre nuk kanë makinë fare, shikosh janë. Tani këtu duhet domethënë. Edhe një pjesë e tyre që ishin njerëz të varfër, njerëz të thjeshtë, familje punëtore, njerëz që vinë nga familje pa të ardhur, pa punë. Të hasim edhe ato problemet sociale, ekonomike, shoqërore të shqiptarisë këtyre viteve dhe jo të gjithë duhet të kriminalizojnë përse dikush shet aty në rrugë. Është e rëndësishme që ka një procedurë të individualizoj qartë edhe për çdo rast të nështrohet të shikojmë arsyet përse një person është përfshirë në një rrjet të tillë. Çfarë punë bën, çfarë familje ka, çfarë të ardhurë, a ka arsim, s'ka arsim, ka qenë ndonuar më parë, çfarë rrethi shoqëror ka, përse ndodhin këto fenomene, kupton. Askush nuk do që të riskojë të dalë të shesë në rrugë ose të mbajë pistolete e tjera. Se çdo njeri do që të krijojë një jetë normale, edhe ai që bën ata aktivitete di që një ditë do të kapet. Askush ndoshta nuk e themi dot Beko sepse janë, domethënë, por pjesa më e madhe janë shumë dakord, sepse ka tendenca të tjerë që shkojnë si rasti personave që arrestuan ke Gjirilash, ishin me pistoleta ke marsupet, ndoshta kanë dhe për krenari, kanë dhe për format të ndryshme. Po flisa për lëndën narkotike. Jo për pistoletat. Do thuash që këto shoqërohen bashkë sepse ai që shet mban edhe një armë sepse kështu shkojnë, më kupton? Ne kemi diskutuar gjithmonë këta që kanë një marsup edhe kanë gjithmonë një marsup dhe kanë një 2 doza kokainë aty, kanë dhe një pistolet. Por bi shumë dakord që ajo analiza që ju kërkoni të bëhet. Për mënyrën se si duhet parë përse këta janë aty, domethënë. Duhet bërë sepse janë 33 janë shumë. Nuk duhet të gjykojmë njerëzit ne që arrestohen, pra të shikojmë si kriminalë ose se këto. Këto janë produkte të shoqërisë. Paktën nuk shumë mendoj që ai nuk do që të shesi, sepse di rrezikun, di problemet, janë në grup çunash, pjesa më e madhe janë të rinj në moshë, sa di unë, ka mosha 18, ka 20, ka 25, 21, 22, ka 30, po mund të ketë 46 më rezulton këtu që është më 53, pas ka dhe 53, se kam të dhënë atu, por 2 raste janë, 26, duket se ka dhe 70 vjeç. Në këtë? Raste përsëritur. Po në këtë. Në këtë atëherë nuk dita, do të thonë me pak këtu, por nuk më rezulton, janë 33. Në stadion është edhe një në moshë. Po mos është në kërkim. Jo, është i arrestuar. Mund shiko këtu
se po I shoh Se shumë shkatët tjetër, 36, 29, 30, 53, 24 vjeç, 41, 21, 30 dhe nuk më rezulton që ti jetë në njoftimin zyrtar. Jo, kjo është njoftimi zyrtar dhe nuk më rezulton këtu. Është njoftimi zyrtar I policisë. Mund ta keni në momentin e fundit se ka qenë pensionist. Është edhe një 71 po thua? 71 e sigurt. 71 e sigurt. Okej, 71 vjeç. Nuk e di përse rezulton Po shitës. Këtë po flasim. Tregon që nuk mjafton pensioni. Nga kjo e keqe jo, nuk na mjafton pensioni. Efektuar dhe moshat e treta dhe dyshojmë tani që ndoshta mund të shesi tek bashkëmoshatarët e vet. Mirë. Gjithatë, këto janë probleme sociale, probleme që lidhen me familjen, probleme që njerëzit janë lindur në gjenez me tilla halle, me tilla gjëra dhe dikujt I ka marrë jeta kështu dhe nuk është riparuar më pas. E qartë. Faleminderit Bego, rikthehem sërish. Avokat, tani më thoni, në një grup kaq të madh, si e perceptoni? Janë të gjithë me role aktive, janë 33 veta. Çfarë ndodh me këtë grup tani? Matere masat e sigurisë e para, përbërje e tyre si grup strukturar kriminal apo thjesht në formën e bashkëpunimit, çfarë ato tregtonin dhe se si është kualifikuar vepra e tyre fillestare penale, mbetet për të parë. Po ajo që unë po shikoj është që shoqëria jonë nuk është një shoqëri e cila është disiplinuar plotësisht, por ka element edhe problematik të cilët nuk na kanë sjellur atë që duhet që një shoqëri të jetë moderne, të jetë avancuar dhe të jetë ajo që thuhet qytetëruar, civilizuar. Kemi probleme pjesërisht me shoqërinë tonë dhe ku po shkojmë. Sidomos ato moshat 22, 23, 24 në vend të jenë në universitet, në vend të kenë një model për jetën e tyre, zgjedhin rrugën e padrejtë, që është një rrugë e rrezikshme, e cila mund të ketë përfitimet momentale, po I ketë pasojë të rënda. Por nuk do të merremi duke bërë moral, po thjesht do të shojmë tani tek rasti konkret, tek lufta e krimit organizuar, lufta e krimit në tërësi. A jemi ne si një shtet modern, një shtet I cili e luftojmë krimin edhe shkojmë deri në fund? Jo, ne kemi probleme. Thjesht ne bëjmë këtë gjë. I shikoni këto emra këtu? Statistik. Pra nuk prodhon asgjë, mas siguria rres në burg. Nuk prodhon hetimi I masë sigurisë, a kemi të bëjmë me atë që tha kolegu parafolës me të drejtë, një shtet I cili do të shikojë këta individ përse arritën të bëjnë një vepër të tillë penale dhe pse kanë bashkëpunuar në këtë vepër penale. Dhe çfarë I bëri ata njerëz të kërkojnë që të marrin para në mënyrë të padrejtë, pra të palikshme. Pra do të thotë në rast se vim në këtë model do të thotë që ne duhet ishim më të emancipuar, por nuk jemi në këtë aspekt. Pra do të thotë që të gjitha këto masat janë statistikore. Aty brenda mund të kesh edhe njerëz të cilët janë të pafajshëm, por se kishte pyetur, pra janë gjithë me role flas në këtë. Jo, prandaj nuk janë të gjithë me role. Pra unë kaloj te ty dhe më kap droni dhe të jap dorën. Pra kjo do të kupton që ti më dhe diçka apo unë të dhash ty diçka? Jo. Kërkohet flagranca në ato momente. Jo thjesht sa ne tani të shikojmë armatimin aty e të themi që na këta individë të cilët u arrestuan kanë pasur në dispozicion këtë armatim. Ose ky rasti tjetër e kap aty sikur ti po e kap sikur po të kundërshton dhe thjesht sa për të bërë video, foto. Pra kemi katandisur policinë e shtetit thjesht sa për të bërë thjesht vetëm video, pra kameraman. Në vend të ishte kameraman ai që është në media, policia është shndërruar kameraman, është shndërruar si një institucion I cili duhet të bëj marketingun se si kapet krimi I organizuar apo I thjesht në terren. Pra jo aksione ashtu siç duhet me standarde, me protokolle që të shkosh te krimi në vendin e duhur, në momentin e duhur. Pra je pro goditjes, por jo në këtë lloj forme, po thua. Po nuk jo këto, kjo është show, nuk është goditje. Masat e sigurisë arrest në burg për të gjithë. Nuk quhet goditje. Kemi një në shtëpi. Po një në shtëpi, po ku janë të tjerët? Pse duhet ne patjetër të vendosim masën ndëshkuese arrest në burg ku një person I cili nuk ka qenë I dënuar. Pse ky person ka bërë një gabim, mundet, sepse dyshohet që mund të ketë bërë një gabim, të jetë arrest në burg. Ta çosh atë në burg, ku aty në burg janë njerëz të cilët janë dënuar me vendim formës prerë dhe janë të thoya profesionistë të fushës së krimit. E çon aty çfarë? E çon aty brenda për të bërë atë ta bësh më profesionist kur të dali pasi të marrë dënimin e tij. Dhe më lejoni të them edhe diçka tjetër.
ai i cili është për drogë, nuk mund ta vendosë dhe ta barazosh ai që është me armatim. Sepse ai që vret në rrugë dhe ka armë dhe nuk shet drogë, është më i rrezikshëm se sa ky që shet drogë. Se ky nuk e imponon, ky bë biznes. Ndërsa ai i cili është me armë dhe të vret ty, ai është më i rrezikshëm sepse mund të vrasë çdo njeri në rrugë, se mendon që ligji për atë është arma e tij dhe jo ligji që ti nashtrojë me gjithë shoqëria bashkë. Ka çfarë ndodhi? Çfarë mendon që është detyruar një grup kaq i madh shesi kokainë, shesi edhe heroin? Aspekti ekonomik. Domethënë, por do të thotë në anën tjetër që këtu është shtuar konsumi, kam përshtypjen, zonat e bllokut, jetë e natës, se këtu operacioni është zhvilluar gjatë natës. Okej, këtu janë pamjet e ditës, por ka momenti i parë që zhvillohen në zonën e bllokut. Këto nuk janë pamjet e kapjes, to janë Jo, nuk janë pamjet e kapjes. Këtu janë pamje shtesë nga hetimet, sepse kanë shtesë, po është pamja e parë, nëse regjia mundet na i çojë direkt. Ai jep lek, ai mund të japi lek se të shko pagu kredin ose të pagu gjobën. Është vepër penale sepse të dhe japun lek ty. Pra, duhet kemi diçka parasysh. Unë jam dakord që ekziston krimi. Jam dakord që duhet të ndërshkohet krimi. Por nuk mundet ne të vendosim këto video dhe të themi dhash lekun të ty dhe ta konvertoj si lek droge. Ose nuk mund të konvertoj korrupsionin në një formë tjetër sepse unë mendoj se ai është korrupsion që ke bërë ti. Takove policin dhe dorën e konvertoj si korrupsion. Pra duhet kemi kujdes. Po se ndodhin këto, a? Ndodhin korrupsioni, nuk është se nuk Jo, flas ndodhin këto që këto lloj pamjesh një person. Këto lloj pamjesh mund keq përdoren? Po keq përdoren, keq përdoren sepse ku i dieti që ata janë shok edhe i jep lek për të paguar gjobën që ka marrë. Pse duhet ta dimë të gjithë bashkë, në Tiranë vetëm gjoba lëshon policia e shtetit. Këto aksione edhe në zonën e ish bllokut, kudo qarkullon droga. Nuk është vetëm në atë zonë aty. Po thjesht është një statistikë që policia e shtetit duhet të thotë që unë po bëj një punë. Po jo se personat të cilët arrestojnë në këtë formë, në këtë gjendje, futet policia dhe bën aksion aty. Më fal tani, këto ngjarje janë ngjarje thjesht sa për të na kënaqur ne si popull, që shikon policia e shtetit po punon. Policia e shtetit në shumicën e rasteve ka dështuar në këto aksione. Sepse nuk ka kapur njeriu në dur në momentin e dur. Dhe pastaj personi ka gjetur pafajësi pas shumë vitesh. Kur ishin krime të rënda, para shumë vitesh, kishin bërë arrestime. Po, grupi kriminal i papamë, ishin gati 300 veta. I arrestoi, i procedoi, i denoi prokuroria bashkë me gjykatën e krimeve të rënda dhe gjykata e apelit, gjykata e lartë në 2016 mos gaboj është një vendim i gjykatës së lartë dhe i dha pafajësi shumicën e atyre rasteve. Pse? Vetëm me foto, të cilët ishin foto në distancë dhe jo në flagrancë. Pra na çdojnë hetimet me që të kenë prova, pra. Çdojnë, nuk kanë prova. Çdojnë, nuk kanë. Pra do të thotë, ne nuk mund të merrem vetëm me pamjen e jashtme. Personi të kapet në flagrancë. Dhe jo policia që bën një hyrje, sikur po bën namin krimi organizuar në ato momente në një vend ku ka edhe qytetarë të tjerë që përfshihen në një vend që janë në vendet e natës. Diku ne duhet t'i arrestojmë ata. Po nuk mund të arrestojmë pa kufi sepse fusim njerëz të pafajshëm në burg. Shumë dakord që duhet të ketë cilësi time, po patjetër edhe cilësi edhe profesionalizëm. Jo thjesht statistik, merr 1 kile domate futi në burg. Po nuk bëhet kjo gjë. Edhe s'duhet të bëhet, po ne e bëjmë. Kjo është e kuptuar. Faleminderit. Beko, më thuaj tani, ne në port nuk po kapim drogë. Kapim banane. Tek 2-3 vjet. Kemi banane. Banane kemi po. Kemi më shumë banane. Prodhojmë, pra kemi importuar më shumë banane. Po s'po i kapim. I shesim. Është rritur konsumi i bananeve. Bananet i shesim. Është rritur konsumi i bananeve. Por ne drogë fizike është ulur numri i popullatës. Por kemi shtuar konsumi, kemi kuptuar, jemi hapur ndaj botës. Pra do thotë jemi hapur ndaj cilësisë që jemi konsumator. Pra, më fal, ne jemi konsumator o të bananës o drogës, o që të dyja bashkë. Nuk e di, nuk e di. Mirë, se ndoshta edhe audiencës do të na i pranojë dhe audiencën ndonjëherë shaka dhe sarkazmat që përdorim, se sigurisht janë formë shumë e mirë për treguar një realitet që ndonjëherë fjalët nuk e thonë më mirë se sa ato. Ku i gjejmë drogën ne që e shesim? Laboratorët, se kemi kapur një 2 laborator që është prodhuar, po themi kokaina këtu, është bërë ekstraktimi, por nuk kokainën, do të kupton vetëm nofta mund të përpunosh atë që të është sjell në import. Në import. Po telekurët e gjedhet që ishte rasti i fundit në Rinas diku aty. Ne arrim të kuptojmë që këtu kokaina i nështrohet shumë proceseve kimike që ti mund të nxjesh kokainën prej tyre. Ke patur kokainë për shembull të marrë nga pijet alkolike.
Vaj palmës. Pra, arrim të kuptojmë që sot... Kleokimik ishte rasti i Fierit. Po, gjithçka. Po, gjithçka e mund. Pra, çdo artikull që importohet nga vendet të cilat ne quajmë me vijë të kuqe, kryesisht Amerikës Latine, është i dyshuar që brenda atyre produkteve mund të ketë element të lëndë narkotike, të cilët janë nështruar proceseve kimike të ndryshme të përpunimit për të dukur në pamje të jashtme si një produkt i zakonshëm, dhe më pas duke kaluar një proces kimik tjetër të prodhohet lënda narkotike e kokainës. Më kupton? Tani ku e gjemne? Ne s'kemi kapur drogë në port. Dikur në fakt me statistika nuk ka patur asnjë rast që të kapej lëndë narkotike në hyrje. Dhe kryesisht kontrollet tona të forta kanë qenë si rregull, do të thënë gjithnjë në dalje. Është kapur në dalje vazhdimisht. Rastet e fundit kanë qenë këto që përmendën ty, që është kapur sasi e jashtëzakonshme kryesisht në kontenerët e bananeve, në pjesët e jashtme, në tavan ose diku, tek grosistë të cilët kanë furnizuar. Ka patur diskutime të shumta, këto janë raste fenomene të njohura dhe jashtë, ke pafund të tilla raste që kapen. Kurse këtu ka qenë herë e parë që në produktet e importit që vinë... Rasti Arbërçeka ishte rasti më flagrant, 600 e kusur kilogram kokainë, 613 mos gabojm kilogram. Po, ka për ty. Po që kështu kapen edhe në vendet të tjera, shkapur në shumë shtete të Evropës edhe të Amerikës që vjen në këtë formë, nuk është është metodë shpikur këtu. Tani ne po konsumojmë këtu. Po konsumon Shqipëria. Unë shoh domethënë që ka një rritje konsumit. Ne nuk e dim, nuk ka një statistikë se kush konsumon. Se nuk matet dot, se ma dot. Nuk ka një marrë. Tek mjekët toksikolog shkojnë vetëm ato që janë të smur rënd. Pra grada e fundit kryesisht shkojnë këto që konsumojnë lëndë narkotike të dëmshme siç është heroina. Kupton? Që krijon shumë pasojë të ënda dhe po këtu ka një numër të pakët, kurse të tjerë. Po mirë, rritja e goditjeve të këtyre që janë shpërndarës të drogës, domethënë që i konsiderojnë të tillë, nuk tregon që ka një rritje apo thjesht është rritur numri i goditjeve, domethënë si mund ta përkthejmë këtë? Dyja bashkë mund të përkthejmë, po këto mund t'ja nështrosh një analizë që të kuptosh drejt se çfarë ndodh. Kjo analizë nuk mund të jetë një analizë sipërfaqësore si ato analiza dietore të mbledhjes që bëhen çdo vit, çdo fillim viti që kemi suksese, është rritur suksesi forca goditëse siç përmendet ti, se këtë vit u kapën kaq më shumë ose procedura më shumë, po në fakt nuk thuhet që por çfarë janë këto 200 raste, sepse përmenden vetëm me numra, po 200 raste, nga këto 200 raste, sa është lëndë narkotike që është për konsum dhe sa është lëndë narkotike që është për shitje, sa janë përsërica. Çfarë produktesh kanë sjellur këto 200 raste. Por këto merren gjithnjë si shablon, si numra dhe pastaj është e paqartë se çfarë po ndodh. Është e vërtetë që është përhapur shumë konsumi i lëndës narkotike, dhe ne e dim këtë, por edhe metodat e policisë edhe lufta kundër tyre është rritur, duke qenë se është shumë masiv. Tani, cili është raporti i drejtë ose i zhdrejtë? Nuk besoj që ka njëri që mund ta thotë, por ne një gjë e dim mirë që jo e gjithë lëndë narkotike që vjen këtu është për konsum të brendës, sepse si çdo gjë, si çdo konsum, edhe ky është një mjet konsumi. Dhe po të hymë në nivelet e ekonomisë në mikro dhe në makro, që nuk jemi shumë specialistë, kërkohet numër popullate. Pra tregu, një treg me 2 milion ose 2 milionë e gjysmë, nuk e di sa jemi ne, është një treg i papërfillshëm. Ndërkohë që ne kemi tregjet evropiane që shtetet kanë numër shumë më të lartë banorësh. Dhe shpeshherë, duke parë raste të ndryshme që vijnë informacionet nga media, ne të kuptojmë që këtu hyn shumë, por qëllimi i saj është të përdoret si pikë tranziti Shqipëria për të çuar, për të eksportuar në vende të tjera. Pra një pjesë e vogël rrugë e sigurt. Deri tani po. Kështu rezulton pra. Kemi dhe në bazë raporteve që kemi dhënë. Duke parë raste që janë kapur edhe në vendet fqinj, persona që kanë dalë me lëndë narkotike, kokainë, deri ne arrim të kuptojmë të që ne jemi vend eksportues. Pra pasi importojmë atë këtu, ajo ndahet, paketohet dhe në ato rrugë të ndryshme shkon duke qenë se ne kemi detin afër, pra është një favor i madh ky, që nuk e kanë shumë vendet të tjera, por edhe rrugët janë të tilla që përdoren mjetet, do të kuptojmë që këto rrugët e vjetra, rruga e Gnatia për shembull, megjithëse janë të vjetra dhe duken si qesharake, në fakt janë po këto rrugë që kanë krijuar shtete, qytete dhe që funksionojnë edhe sot. Dhe
Po në këtë formë, në rast se ti shikon, zhvillohet përsëri ky aktivitet në drejtime të tilla.